Gjarprind dhe minj të shumë gjatësinës së verës kanë bërë që banorët e fshatit Hamidi të ndihen të friksuar për të jetuar në shtëpitë e tyre. Për këtë arsye, shumë nga ta e kanë lëshuar fshatin. Për banorët që kanë mbetur, shqetësuese mbetet strinja e dimrit, pasi që atëherë del nga shtrati një përrua që përshkon fshatin. Banorët tregojnë për rrezikun që ata përballen çdo ditë si pasojë e këtij përroji. Reka dimnit na merë, musha tuj sajde, syna me dojë kërkahesa për dugoja në shkolla, si së mbrana. Kur shterët mushat gjarpëni, jenë të rrezikun, për gjarpënive ka shumë. Fëmija do të miru se i hojnë gjarpënit. I shumë ditën të janë për ure, në për qyshet shpia, në për shopa. Jenë të rrezikun për tyne. Ma shumë të pe ujë, dimit ku na merë ujtë jesë mbrana të blokot. Me do të mi marë harqin më herët se dina që 2-3 mujtë ditë jesë mbrana. Naimi ka shtuar se kjo është njëra ndër arsyet se përse banorët e këtij fshati kanë ndruar vendbanimin. Banorët e këtu e kanë shu, për shkak se reke kanë shu, as po kena ullë më dalë në sherës. Me ble s'ka dugaja, s'ka shkollas, nuk ka mjeka, s'ka kur gjë. Ahmeti shfaq shqetësimin për mbeturinat që vinë nga fshatrat e tjerë dhe mbesen në oborët e tyre. Gjarpni ka pumushet këtë pa pastru koras, vjekosh me pastru as plot thera, mush nalet bërlogu këtë të gju bërlogë gjithë shka. Pesi bëfci bërlogë që së na vjen. Borem Gërguri, drejtori i shërbimeve publike në komunën Obiliqit, përmes telefonit ka thënë se me ndërtimin e urës që do të lidh fshatin Hamidi dhe fshatin Plemetin, është në plan edhe rregullimi këtij kanali. Po ashtu paralel me urën do ndërtohet edhe rruga, edhe trotuaret, më thonë si do të lidhë Hamidin dhe Plemetinin. Edhe kemë menduar që asaj ku vënë mundësive edhe prone i cili ka lënë një prodh që buka si kanë prej shotit sipas, edhe Hamidi e shkarkuan të njëjtë, edhe me fillu mu shkark po vlas mu pastru. Po fillimisht duhet jem bisedim me kekun dhe Ministrinë e Mjedisit, me fillu me pastru shtratën e lumit Sidnika, për shkak që pa pasur shtratën e lumit Sidnika është problem. Ndërsa sipas Gërgurit, arsyeja për shfaqjen e gjarprinjve të shumt janë të rreshurat e shumta të shiut që kanë qenë këtë vit. Megjithatë, ai mohon se si vjet të ketë pasur ndonjë kërkesë zyrtare për të intervenuar në atë fshat.